Më datë 17 shkurt në Komisionin për Evropën dhe Punët e Jashtme, deputeti Erion Malaj, i zgjedhur nga lista e mbyllur e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit për qarkun e Tiranës, propozoi një projekt ligj për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin aktual për qeverisjen elektronike. Një ndërhyrje që mburon drejt për drejt nga dinamika reale e zhvillimit të shtetit digjital në Shqipëri dhe nga nevoja për ta përshtatur kuadrin ton ligjor në fazën ku ndodhemi. Në pamje të parë, një nismë ligjore për qeverisjen elektronike mund të duket si një hap teknik dhe i domosdoshëm në një shtet që synon digitalizimin e shërbimeve publike, por kur një projekt i tillë propozohet në një moment kur akshi është nën kritika të forta publike për çështje transparence dhe dyshime për korrupsion, ai merr automatikisht një dimension më të gjerë politik dhe institucional. Kolegu tha që është një moment i natyrshëm i zhvillimit të vendit. Unë do të them që ky ligj vjen në një moment të natyrshëm të zhvillimit të korrupsionit të vendit, të një korrupsioni galopant. Prandaj, që në këtë prizëm unë mendoj që çdo gjë bie poshtë. Dhe këtu lind pyetja, a është kjo një iniciativë që synon reformim real në qeverisjen elektronike, apo një projekt i konceptuar në nivele të tjera institucionale dhe i sjell në kuvend përmes një ligjvënësi të ri? Duke futur ligje të tilla të dyshimta, nuk mund të ecet më tej. Po të ishte portar do të vinte nga Këshilli i Ministrave. Nuk kuptoj pse nuk vjen nga Këshilli i Ministrave, o vjen nga një koleg deputet, të cilit i jepet kjo detyrë për të sjellë të projekt ligj. Çfarë fshihet mbasi veprimi? Këtë përgjigje ndoshta do ta marrim nga vetë deputeti Malaj teksa përgatitet të futet në kuvend. Por të presim pak sepse ai nuk është i vetmi propozues gjatë këtyre ditëve të fundit. Kolegja e tij Zamira Sinaj gjithashtu ka dalë vullnetare për të ardhur në ndihmë turizmit ton me 10 milion turistë në vit, që me sa duket nuk mjaftojnë. Na duhen më shumë. Prandaj zonja Sinaj ka menduar për një shtesë në ligjin aktual për portet turistike në Shqipëri. Efektet e pritshme nga miratimi i projekt ligjit lidhen me përshpejtimin e realizimit të projekteve strategjike turistike, rritjen e investimeve në sektor, krijimin e vendeve të reja të punës, zhvillimin e qëndrueshëm rajonal dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë së turizmit shqiptar. Të jetë vallë kjo arsyeja e vërtetë e nismës, sepse thellë ata që përfitojnë më shumë duket se janë të ashtu quajturit investitor strategjik, të cilët edhe me ligjin aktual kanë një sër favoresh, ato përjashtohen nga disa taksa, kanë procedura të përshpejtuara, ndërsa shteti i ndihmon edhe në infrastrukturë, rrugë, rrjet energjetik e kanalizime. Por tashmë, me propozimin e deputetes socialiste ushtohet edhe një favor tjetër. Sipas dokumentit, nëse një subjekt ka marrë statusin e investitorit strategjik nga Komiteti i Investimeve Strategjike dhe porti është pjesë e këtij investimi, ai përjashtohet nga rregulli i përgjithshëm i garës. Që do të thotë se ai që do të ndërtojë resorti do të marrë automatikisht të drejtën për të ndërtuar edhe portin dhe për të operuar në të. Kjo praktik zhvendos vendimarrjen nga një proces i hapur prokurimit të një marrëveshje drejt për drejt mes qeverisë dhe përfituesit privat. Ardhi nga emisioni Piranjat, keni propozuar një projekt ligj për një shtesë për porte turistike. Cilat janë efektet e pritshme nëse miratohet ky projekt ligj? Aty kemi një mbivendosje të dy ligjeve, të ligjit 9710 për sa i përket ndërtimit të porteve turistike dhe të ligjit numër 55 për sa i përket investimeve strategjike. Dhe këto dy ligje apo dy sisteme procedurale bien ndesh me njëri tjetrin. Po kur thoni që ka mbivendosje, ngarkesa, vonesa, ja vini pak fajin shtetit në këtë aspekt? Ka burokracira sepse statusi strategjik ka procedura më speciale dhe më të përshpejtuara se sa një investim i zakonshëm. Me sa duket, shteti nuk funksionon ka siç duhet. Ndaj le ta marrë në dorë privati e ta bëjë Shqipërinë lule në brigjet e Adriatikut. Edhe të Jonit, pse jo? E keni frikën ndërkohë që këto pjesë thuaç publike mund të kthehen edhe në marina private? Në momentin që koncesionari e përdor portin dhe kur i mbaron kontrata koncesionare, ky port kalon në pronësi publike. E vërtet që përmes koncesionit privati e ndërton me paratë e tij dhe pas disa vitesh investimi, porti i kthehet shtetit, ndërsa me këtë ndryshim ligjor që zonja Sinaj propozon, porti turistik do i mbetet si pronë përjetësisht privatit. Ndaj kemi të drejtë të dyshojmë se përse po bëhet dhe kush përfiton. Thënë shkurt, jemi skeptik për autorin real të këtij projekt ligji. Ndaj ta pyesim një herë deputeten për diçka që nuk është fare në dokumente dhe të shikojmë a do i dalë për zot punës së saj. Ju keni parashtruar që domethënë për sa i përket porteve turistike gjithnjë, sipërfaqja domethënë e mjaftueshme që mund të shfrytëzojë një investitor strategjik është 15.000 metra katror. Mjaftojnë 15.000 metra katror apo? Unë mendoj se janë të mjaftueshme. Siç e kuptuat, në projekt ligj nuk ekziston fare shifra 15.000 metra katror. Por po të doj zonja Sinaj edhe mund ta shtoj. Tani kalojmë pak te zoti Malaj dhe propozimi i tij për qeverisjen elektronike. Cilat janë objektivat që do arrihen nga ky projekt ligj? Qëllimi është i qartë, është reforma strukturore, nuk ka lidhje fare me gjithë zhurmën dhe rrëmujën që është me çështjet e tjera. Qëllimi, objektivat që do arrihen. Qëllimi dhe objektivi është që të përmirësohet struktura e institucionit dhe mënyra si do operojë në të ardhmen, për t'u përshtatur gjithë kërkesave të kohës. Ju vetë i besoni të gjitha që do arrihen këto objektiva?
patjetër që besoj, nuk bëj gjëra që nuk besoj. Parim brenda normave të moralit, por nëse të thonë nga lart ndonjëherë je detyruar. Ndaj ta pyesim edhe zotin Male, një lloj siç pyetëm zonjën Sinaj për një gjë që nuk ka lidhje fare me propozimin e tij. Keni garantuar që në projekt ligj do jetë edhe trajnimi deri në 10.000 punonjës administratës për sa i përket fushës së teknologjisë së informacionit. Do arrihet besoj kjo? Në projekt ligj bëj propozim për të rregulluar strukturën pra anën ligjore të gjës. Ky i trajnimit të punonjësve të administratës. Çdo gjë duhet garantuar. Unë uroj që po, dua patjetër që të arrihet. Në fakt, edhe ne do të donim shumë që të arrijej kjo gjë. Gjithmonë nëse do të ishte e parashikuar në projekt ligj, por ja që nuk është. Ashtu siç nuk është as hapësira e përcaktuar 15.000 metra katror për porte turistike, që zonja Sinaj tha se është e mjaftueshme. Në një kuvend ku shpesh kritikohet mungesa e debatit konstruktiv dhe nismave ligjore nga një pjesë e mire të zgjedhurve, dalja me 2 projekt ligje, deputetëve të rinj Erion Malaj dhe Zamira Sinaj ngjalli interes, por njëkohësisht debate dhe shumë pikpyetje, sepse në një realitet parlamentar ku jo pak deputet mbeten thuajse të padukshëm, me mec në seanca dhe pa nisma konkrete, fakti që 2 emra të rinj paraqesin projekt ligje mund të shihet si shenjë iniciative. Megjithatë, shihet qartë që secili nga të 2 ka njohje të cunguara të projekt ligjeve që vetë kanë propozuar, gjë që ka ngjallur dyshime edhe tek ekspertët e ekonomisë. Do doja që në fillim të theksoj që ka një tendencë, sidomos në këtë mandat të 4 të zotit Rama, që të ndërmerren nisma nga deputet të shkëputur, nisma individuale, të cilat kanë si pasojë shmangjen e procedurës konsultimit publik dhe njëkohësisht pamundësimin e tërheqjes së opinioneve në instancat përgjegjëse. Por edhe politika nuk është se ka mbetur pas në kontestimet e saj. Unë të ftoj ta rilexosh edhe një herë fjalimin që lexove, të dëgjosh edhe një herë përgjigjet që i dhat koleges Tabaku dhe do të kuptoni atë që kuptuam dhe ne, që të jemi vërtet s'kuptuam asgjë. Sa më shumë dëgjon shpjegime për projekt ligjin, aq më shumë kupton që s'ka kuptuar asgjë. Do duhet të ishe i ndershëm, do duhet kishte dalë tu dhe thojë unë nuk di ti përgjigjem pyetjeve, nuk di se çfarë do të lexoj, se mua ma kanë vënë këtë ligjin dhe unë e kam firmosur dhe e kam sjell në kuvend. Po do kishte qenë më e thjeshtë që ky ligj të vinte të propozohej nga qeveria, ti vendosni fytyrën e ballin, ta merrnin për zot, sesa të ngarkoni një deputet Parlamentit të Shqipërisë me një procedurë që askush nuk e ka kuptuar deri më sot se çfarë do ndodh. Këtu është bërë një fabrik ligjesh me porosi, të cilat vinë sipas orekseve o për të mbrojtur qeveritarët ose për të dhënë copat të Shqipërisë oligarkëve dhe klientëve, dhe ne do duhet thjesht që të votojmë. Sidoqoftë, këto janë kontestimet e opozitës, sepse nga ana tjetër maxhoranca vijon punën me planin e saj 4 vjeçar, me projekt ligje që propozohen nga deputetët që ulen për herë të parë në parlament. Një trend shumë interesant që largon xhaketat e vjetra dhe promovon zërat e një politike të re. Tashi, unë e thash siç ma shkruajtët, nuk jam të thonë që kam bërë lapse.